Makerspace është iniciativë e cila ka fillu vitin 2017. Po çu ka fillu Makerspace? Pas shumë viteve, pas disa viteve faktikisht studime në Prishtinë dhe punë, ne u kthym në Prizren edhe e pam që Prizrenit po i mungon një qendër ku tritë të reja të munden me u taku, me bu bashkë edhe me i ndat një itat brenga edhe me u zhvillu bashkarisht. Makerspace ka qenë një ide apo një ëndër që i kishim bashkë me nisin gjatë kohës që ishim në studime, edhe duke pa këtë mungesë që i kishte Prizreni, ne morëm iniciativën bashkë me disa tritë të tjerë për me kriju këtë qendër. Edhe bashkë me organizatën Help, cilët na besuan në fillet e para nisjes së kësaj iniciative, ne hapëm Makerspace Innovation Center, cilën kisha me quajtur 1.0, në një hapësirë prej 100 metrave katror me 2 klasa të vogla dhe me një laborator, por me një dëshirë dhe vullnet për me bo shumë punë për tritë dhe të rejat në Prizren, duke ofru trajnime të ndryshme në shkallësi digjitale, në ndërmarrësi dhe kjo qendër me shërby si adresë dhe me bo Prizrenin me dallu si një qendër e zhvillimit teknologjik. Aktiviteti i Makerspace prej vitit 2021 është vendosur këtu në Parkun e Inovacionit dhe Trajnimeve, pikërisht për arsyeën e komplementimit të aktiviteteve tona me qëllimin e këtij parku. Besojmë se i kemi sjellë një vlerë të mirë qytetit përgjatë 3 viteve operim para parkut, me një pauzë lehtë përgjatë vitit pandemisë dhe tash këto 3 vite brenda këtij parku. Dua të theksoj që aktiviteti jonë është zgjeruar me ofrimin e shërbimeve për ndërmarrësit të ri, konkretisht bizneseve, startup me ofrimin e shërbimeve për kompanitë ekzistuese dhe ato në rritje përmes transformimit digjital, si dhe me ofrimin e trajnimeve dhe aftësimit profesional për tritë dhe të rejat e gjitha nivelet moshave të rritura. Tash e tutje, ne do të shohim përpara për një rrugë të re të zhvillimit të sistemit apo ekosistemit digjital të Prizrenit dhe regionit, me qendër fokusi pikërisht këtë vend dhe këtë park.